Përtesa, a ka ndonjë kusht që duhet me plotësu këta student? Mjafton me qenë student. Kushte nuk është që kemi vendos. Studentët normal duhet me përmbajt rregullores të qendrës, disa rregulla bazike që janë në qendër, sidomos me rujt hapësirën, mu kujdes për pajisje, normal me mbajt pastërtinë e qendrës, në gjendjen qyshe kanë gjetë, po nuk është kushte tjera që ju kemi vendos, për shkak se është mendu që mi u lehtësu sa ma shumë punën në studentëve. Ajo që vlen me theksu është se dje kemi pas një grup të studentëve të gazetarisë, që kanë marrë iniciativë me hap një mini portal dhe aktualisht kanë munges të një zyrës. Na ju kemi ofru hapësirën tonë edhe për realizim të podcastit, po edhe për me punu prej hapësirave tona të zyrës, kurdo që ata janë të tjerë. Edhe kjo është një mundësi shumë e mirë që ata avancohen dhe nesër pas nesër mund t'jenë një institucion i pamvarur që ju përkrahen juve si organizatë, sepse çdo e mirë është kthehet me të mirë themi në popullin tonë. Fortesa, ajo çka po du me ditë është kjo vlen vetëm për studentët bachelor, apo mund t'jetë një student në moshë pak më të rritun që është master, që ka pauzu disa vite, thjesht është student? Kjo aktualisht programi mbështetës është vetëm për studentat të bachelorit, po qendrën mujnë me shfrytzu edhe ata të masterit. Në rast se një student i masterit vjen në qendër, ai mund me kanë një pikë referimi për studentët tjerë që mundët mi u ndihmu si mentor pasi që vetë se i ka kalu këto shkollë që janë maherët të studime.